Të premten e kësaj jave, Partia Demokratike e Vlorës do të nisë zyrtarisht fushatën e brendshme për inovimin e strukturave të saj. Një vendim i kryesisë së Partisë Demokratike Shqiptare që mban firmën e kryetarit Sali Berisha e ka hapur tashmë fushatën dhe ka përcaktuar edhe afatet. Partia Demokratike e Vlorës kalon në zgjedhje të reja për shkak se kryetari aktual Hysni Shara është i komanduar dhe mori detyrën pas dorëheqjes së Atirt Hoxhës. Pritet të ketë një garë reale brenda strukturave të Partisë Demokratike, por ato do të përfshin jo vetëm Kreun, por edhe seksionet e grup seksionet. Televizioni 6+1 Vlora zbardh të plot udhëzimin, por edhe kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët për kryetar të Degës. Ato janë: të jetë me arsim të lartë, të jetë banor i Degës dhe të gëzojë reputacion të lartë profesional dhe politik në territorin e Degës ku ata banojnë, të plotësojnë kërkesat ligjore, sipas ligjit për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike, të kenë angazhim politik pranë Partisë Demokratike, duke u dhënë zë publik kauzave të saj politike dhe shoqërore. Për arsye objektive që kanë lidhje me gjeografin apo kushtet specifike social-ekonomike të një territori, për individualitete apo kontributor me merita në Partinë Demokratike, mos plotësimi i kushtit A, që do të thotë të jetë me arsim të lartë, nuk sjell heqjen e mundësisë të një kandidature të propozuar nga aktivi Degës për të garuar dhe fituar. Pas përfundimit të procedurave dhe afateve të specifikuara, thuhet në udhëzim, mbahet procesi zgjedhor për zgjedhjen e kryetarëve të Degëve. Zgjedhjet mbahen sipas parimit një antar një vot, sipas procedurave që do të drejtohen nga komisioni që do të ngrihet, ndërsa ngarkohet sekretari organizativ dhe kryetari i Degëve përkatëse për të ndjekur zbatimin e këtij udhëzimi. Pritet që procesi zgjedhor në Partinë Demokratike të Vlorës të zhvillohet brenda një afati 3 javor, ku çdo grup seksioni Degës të mblidhet dhe të propozojë zyrtarisht emrat për kryetar Degë. Pas kësaj faze, kryesia e Degës mblidhet dhe miraton me vendimin e saj listën e kandidatëve për kryetar Degë që do t'i nënshtrohen votimit sipas rregullave statutore. Lista e kandidatëve të propozuar për kryetarin e Degës do i përcillet më pas kryesisë qendrore të Partisë Demokratike Shqiptare për miratimin e tij. E gjithë kjo procedurë duhet të përfundojë brenda 31 janarit 2026.